Në ditën memoriale të policëve të rënë në detyrë, krerët më të lartë të institucioneve të Kosovës kanë nderuar kujtimin e policëve që kanë humbur jetën gjatë kryerjes së detyrës, duke bërë homazhe pranë lapidarit të policëve të rënë në Prishtinë. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu së bashku me kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe anëtar të kabinetit qeveritar kanë përkujtuar 24 policët e rënë në detyrë, duke vlerësuar kontributin dhe sakrificën e tyre për vendin. Ajo përmendi veçanërisht policët Enver Zymberi dhe Afrim Bunjaku, duke theksuar se ata ranë në mbrojtje të integritetit territorial, sovranitetit dhe rendit kushtetues të Kosovës. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se vendi është më i sigurt se më parë dhe se institucionet e sigurisë kanë treguar qëndrueshmëri përballë sfidave të vazhdueshme. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu së bashku me kryeministrin në detyrë Albin Kurti bën homazhe në 8-vjetorin e ndarjes nga jeta të veprimtarit Adem Demaçi, duke vlerësuar atë si një prej figurave më të rëndësishme të rezistencës dhe përpjekjes së Kosovës për liri. Kryeministri Kurti tha se Adem Demaçi mbetet simbol i qëndresës dhe rezistencës gjatë periudhës së regjimit jugosllav e serb. Adem Demaçi është shembulli i pathyeshmërisë dhe përjetësisë. Ai u rrit mbajti 28 vjet burg, vazhdoi jetën duke mos u lëkundur asnjëherë nga rruga dhe idealet që kishte nisur. Baca Adem e kishte kuptuar dialektikën e jetës nga që nuk i friksoi vdekjes, u shpreh Kurti. Policia e Kosovës ka nisur hetimet pasi 6 shtetas të huaj u gjetën në rimorkjen e një kamioni gjatë shkarkimit të mallrave në Gjilan. Sipas policisë, rasti ka ndodhur më 25 korrik 2026, rreth orës 11:05 minuta, pasi autoritetet pranuan një informatë se në rimorkjen e një kamioni ndodheshin disa persona. Njësitat policore dolën në vendin e ngjarjes ku konstatuan se bëhej fjalë për 6 meshkuj, shtetas të huaj. Ata së bashku me drejtuesin e kamionit u shoqëruan në stacionin policor, ku ishte i pranishëm edhe prokurori. Pas intervistimit shtetasve të huaj u janë lëshuar vërtetime për akomodim në përputhje me procedurat në fuqi dhe më pas janë liruar. Në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina ka pasur një rritje të interesimit të aplikantëve, ku numri arrin në 1000 më shumë se vitin e kaluar, e në mesin e studentëve të pranuar janë edhe 4 nga diaspora. Rektori i këtij universiteti, Arben Hajrullahu, tha se ky është lajm shumë i mirë dhe dëshmon punën e madhe që bëhet në Universitetin e Prishtinës. Kolonët izraelit i vunë zjarr 2 xhamive në sulme të ndara në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar të dielën, duke synuar një xhami në fshatin Kur, në jug të Tulkarimit, dhe një tjetër në ndërtim e sipër në qytetin Qusra, në jug të Nablusit, sipas zyrtarëve palestinez. Agjencia zyrtare e palestineze e lajmeve Wafa tha se pushtuesit izraelit sulmuan fshatin Kur dhe i vunë flakë një xhamie, duke shkaktuar dëme të pjeshme në ndërtesë dhe në brendësi të saj.